Kjo është rast unik, llopi këtë mund më ndru, veç treneri nuk mund më ndru. Na e dim që Tahiri është edhe vetë financues edhe familja vetë e mojnë llopin, vetë ka bërë këtë organizim ato infrastrukturë sportive dhe është shumë e vështirë. Tahiri e ka provuar edhe me ndru veten, është shumë e vështirë me ndru veten, e ka provuar edhe me trajnerë të tjerë, mirë po prapë si duket nuk i ka pëlqyer edhe ka vendosur që vetë, se sikur ja din ai mentalitetin e llopit, nuk besoj që ja din ti kush tjetër, mirë po e tha dhe trajneri më herë që me pas ambicie të tepruar pak, është pak problem, edhe thash edhe në fillim fjalë të forta, edhe punë që të vinë, është pak mazor. Llopi ka edhe një problem tjetër që unë e kam thënë në emisionet ku jam atje që llopi ka një problem të madh që ka shumë probleme të vogla. Llopi çdo vjet ndryshon shumë lojtar, është një ekip që ka qit lojtar jashtë, i ka dhënë Evropës shumë lojtar, po edhe ekipeve tjera, edhe ndron shumë shpesh lojtar në ekipin bazë që e ka, kështu që edhe ajo mund më ndiku llopit për të keq se nuk mund ti çdo 6 muaj me bë ekip, me bë strukturë, me bë ekip konkurrues për ligë. Mirë po financat i ka shumë të mira, organizimin e ka shumë të mirë, ndoshta kjo e bën pak më më gjallë shpresat për me menu diçka më shumë për mu bë kampion. Mendoj që nëse Tahiri i shkon edhe pak vet kritik, mendoj që është kondesh një herë me ndru trenerin dhe me provu se a është fajtori vet, se prapë mundet me bë vetë, nuk e ka problem se është një i ka sa në dorë, i ka sa në dorë ku vendos vet, kështu që llopi i vjen Superligës. Se një stadium që ka llopi, edhe një që kushmëri ku shkojmë atje, ki komoditetin me po lojën, i vjen është në kat, llopi me ra për ligës.